Pra, sa po e ceke arrestimin e avokatit. Tani po më thua që prokurori paraqiti një provë të rreme. Ishte provë e rreme? Okej. Ishte një provë e rreme. Dhe avokati pasi pa dosjen për të cilën shkoi për të mbrojtur klientin e tij, vëreti që ngjarja sikundërisht e referuar nga organi i prokurorisë nuk rezultonte e tillë. Pra çka kishte shkruar organi i prokurorisë? Kishte shkruar që filan person i cili ishte vënë në pranga, kishte kundërshtuar forcat e policisë, madje ishte zënë me forcat e policisë, mezi e kishin futur në furgon e bla bla bla, histori të tilla. Pra një histori e tillë, kundërshtimi i forcave të policisë dënohet 3 vjet burg vlla. 3 vjet e lart, 3 deri në 5 është. Praktik një person ti postis një ngjarje për të futur në burg dikë. Dhe i prodhon një është provuar kjo që prokurori që e ka stisur. Po është video më burr. Okej. Tani çfarë ndodh me prokurorin? Avokatin arrestuar. Mos më bëj Jo duhet të shpjegoj të gjitha këto çështje. Po ti ma thyen shumë mbaroj me përgjigje për këtë. Okej, mbaroj dhe përgjigje. Avokati, së shqyqy zotit jemi në kohën e internetit, më ka video gjithandej tani. Okej. Kishte marrë videon e lokalit dhe aty dukeshe as i qartë që personi i fjalë kishte shkuar dhe ishte futur në furgonin e policisë pa bërë as edhe një lloj kundërshtimi. Okej. Ndërkohë që në letra ishte shkruar tjetër gjë. E ke pasur të videon avokat? Unë i besoj avokatit. Okej. Jo, më fal. Jo, unë i besoj avokatit. Sepse ka dy gjëra. E di pse e them këtë? Duke unë ishte edhe si avokat vet. Ne nuk kemi guxim të themi një gjë të kundërt, se e dim shumë mirë që shkojmë kokër prumin burg. Po pse vetëm burgu trem më? Po kush të trem këtë vonë? Ndonjëherë mua më trem idealist. Jo, mua më trem shumë burgu, do më diti. Okej. Unë si njeri i ligjit e kam shumë frikë ligjin. Daç me dit, po të them një herë, unë e kam jashtëzakonisht shumë frikë ligjin. Unë besoj edhe në Zot prandaj. Po unë po them domethënë si njeri i ligjit të burr. Në Zot mund besojmë të gjithë. Po unë po them si njeri i ligjit, unë kam frikë ligjit. Në rastin konkret po them ishte prodhuar. Tani ka dy arsye. Ose prokurori. Po si ishte ligji nuk e bëja. Po ose prokurori nuk e ka fare dosje, nuk e ka verifikuar më. Ja ka sjellë oficeri policisë gjyqësore, i ka prodhuar një ngjarje që nuk ekziston, ka shkuar aty, as e ka verifikuar fare, ka filluar. Po unë dyshoj që është kjo, sepse po të ishte kjo, reagimi i prokurorit nuk do të ishte i tillë. Do stepe do thoshte pritet se ndoshta ka drejt ky. Jo, ai po mbronte pa drejtsinë e tij. Se po i thoshte, unë ta arrestoj në vend ty, si ka drejt asbiu dikur. Edhe gjëja më skandaloze është që ata që nxjerrin materialin audio e pren diskutimin dhe debatin gjyqësor. Kush e nxorri? Prokuroria ose gjykata. Gjykata ka si ministria janë ato një organ janë. Çfarë diskutimin ku zotëria dëgjohet në zërin që largohet avokatit Bajramit, që thotë, shiko të nderuar, do t'ju kallëzoj penalisht. Me mua do të përballeni para hyrëve të drejtësisë penalisht. Pra ky është kërcënimi le të themi. Ky zëri vjen duke ushuar tek materiali fillestar që u publikua në disa media. Tani vetëm gjë që janë marrë mediat gjatë ditëve ishte pse thaje personalisht. Tani për ne të dy që rrim ande në për ato sallat e gjyqeve, ai debati për mendimin tim ishte debat intelektuale quaj. Pse ka dhënë keq aty? Po hajde një herë shikoj se çfarë debati po. Ka në sallë gjyqit ku janë përdorur zhargone kështu. Edhe janë rikthyer është ndërprerë seanca, kanë dalë jashtë palët ose janë rikthyer për të njëjtën ditë ose të nesërmën dhe dikush nga palët ka marrë iniciativën për të shkuar për t'i thënë fal. Ne mund mos harrojmë përgjimet që dolën nga çështja Velie, që i thotë Dumani apo është mashtrues, pra ka kështu, ë? Avokatin që tha idiota i tjetri. Ka tension. Gjitha ka tension. Pyetja është këtu. Avokatit, nëse jemi në avokat, edhe mund t'i lejohet. Së është pala kundërshtare. Po, ai bëhet një kundërshtar dhe një prokuror, sulmuar një avokat. Kurse prokurori vëllahor, çka ke ti më burr? Ti ke letrat përpara. E ke futur në burg atë tjetrin aty. Po. Se djegmiza më burr. Ti ja ke fut më ata, çka ke ti? Çhalli ke. Çhalli ke më të çka të shqetëson? Diçka të shqetëson, ka bërë një padrejtësi. Lere këtë. Tani lere këtë. Po ti si gjyqtare ç'pun ke? Se ti je mbi palët, ti mbi palët. Dhe prit tani se këtu e kam merak një gjë. Se kisha edhe një debat djeshëm tek një media tjetër dhe më bëj një pyetje e tillë që më ngeli merak që nuk e shpjegova, dua ta shpjegoj këtu. Shpjegoje. Bëhet tha pazar, tha avokati janë kthyer në sekser. Ore. Është dëgjuar kjo. Po dëgjoj atë është nga unë. Po, atë. E para. Trupa e avokatëve është mbi 10 a 15.000, a 20.000. Në gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë, nuk e di. Po, është 13.600. Nuk e di fiks, nuk e di. Trupa e prokurorit dhe gjyqtarëve nuk i kalon 800 a 900. Okej. Efektiv.
Nuk i kalon kaq. Pra raporti është shumë i madh. Dhe raportin 800-sha për të gjetur të korruptuar dhe të raportin 8000-sha për të gjetur korruptuar, ku është? Ku është probabiliteti më i lartë të gjesh tek ku janë 13000. Okej, e para e dyta. Ku ti thua bëjmë seksero ose bëjmë pazar? Ore, me kë? Me kë e bëjmë ne? Sepse ka shitës, ka dhe blerës. Po, prokurori dhe gjyqtari. Prit pra. Po dëgjoni më një herë ta mbaroj. Me kë bëj? Prokurori dhe gjyqtari ne bën avokat. Po avokat Ilir Meta se na akuzë bën korrupsion. Po duron. Pritja shpjegoj mos të lutem, desha shpjegoj. Kur thonë njerëzit që dalin aty thotë avokatët janë sekserë sepse korruptojnë, se bëjnë kështu. Me kë e bëjmë ne? Me kë avokat? Po prit, ti do të shpjegoj. Se mu bëres mos i Po ma kthem përgjigjen o me prokurorin e gjyqtarit. Të lutem, ma kthem përgjigjen me kë? Shpjegoje se e kishe merak. Ore pa do qepesh që të flas. Po s'mund ta qepun, po nuk e shpjegove dhe i bie gjatë. Bie i shkurt valla, me kë bëni korrupsion? Po e shpjegoj, ta kisha thënë 10 herë deri tani. Jepi. Po të themi një tjetër, ku ka pazar ka blerës dhe shitës. Në qoftë se ne jemi shitës, blerës kush është? O prokurori ose gjyqtari. Po mund mos konsumohet vepra penale, mund mos arrijë qëllimi kriminal. Dhe e dyta, prapë ndërprerën. Pas keni fiksim. Dhe e dyta, jo pa qëllim në kodin penal, korrupsioni pasiv dënohet më shumë se korrupsioni aktiv. Në qoftë se unë jap dhe ti merr, ti dënohesh më shumë se sa unë. Pra ti si prokuror dhe si gjyqtar dënohesh më shumë se sa unë, o zotëri nderuar. Tani pyetja e tjetër pas kësaj. Më thuaj ti mua një prokuror apo një gjyqtar gjatë gjithë kësaj periudhe kohë që kanë çuar njëri tjetrin burg se ti më dhe lek mua apo unë i dhash lek atij. Avokat, po prokuror gjyqtar. Sepse këta janë një korrac, aq e fortë. Gjyqtar, spaku i ka arrestuar. Unë po flas me njëri tjetrin ti na thon akoma apo le. Kemo pa gjatë spaku. Ke pajtime vetaun. Po Edmond si ka i prokuror Xhvair Litën. Ke kupton janë një sër, është ai i Glorës, ish prokurori. Po. Kthej përgjigje. Po okay. Po s'bëra pyetje që të kthesh. Po ja për këto treja. Po, për këto tre raste që the. Pajtime fedaore kanë nxjerr media. Është kok turku e medias. Po. Një. Dhe është totalisht e bërë nga stopi dhe bravo i qoftë. Një. Këto dy tjetë, ai Xhvair Lita ka qenë skaj e Kroçatis. Po që për të nuk e kishin nxjerr sa të ishte jeta. Sa të jeton ta? Dhe avokatët në përqatra kanë dalë, se s'kan dalë për shembull në kështu. Pse më? Po nuk është. Po mos ndalim ja ku e ke arma të traga isha e titër nuk është ashtu, janë kapur. Në skaj kanë. Janë, po jo, janë kapur dhe me para në dorë, duke e dhënë pala. Ja marr parat, nuk është kështu. Mirë, avokat. Ajo që unë po thoja, ajo që unë po mundohesha të thosha, këta me njëri tjetrin e ruajnë aq shumë vjedhjen që bëjnë me njëri tjetrin. Po. Vjedhin, janë aq ustallar, sa prandaj ajo gjyqtarja e mbron me istikam prokurorin. O sotrin. Ai thoshte do të kështu se do më 15 herë se do them një fjali, nuk mundesh ma. Po bëj shkurt me avokatën, se nuk ka minuta, kemi jemi 4 veta këtu. Avokati bie shkurt. Ka blerës ka shitës, jemi ne. Blen prokuror gjyqtar kaq, nëse blien. Jo ne, po nuk i blen nga lekët tona. Nuk i bleni ju me lekët. Po mirë, o zotri, ti je prokurori, unë jam avokati. Unë vita afroj lek ty. Nuk e pranoj. Pa atere! Po si pranoj pra? Po ku është sekseri këtu? Po ku është sekseri këtu pra? Nuk e di. Ma gjitha. Tentativë për korrupsion. Tentativë për korrupsion. Janë metoda ekstra ligjore. Etohet tash i prokurori? Prokurori që bëri arrestimin? Tani, prokurori ka kaluar Tiranën administrative nga në dinin time nga avokati. Okej. Bajrami. Po më shpjego pak. Po, ja bë. Më shpjego një kallëzim penal dhe më shumë gjas do të ketë edhe veprime, nuk e di se në çfarë sfere për cilën është vepra penale ndaj prokurorit, nëse do të jetë çështje që do të depozitohet në SPAK apo në tjetër hetues, por natyrisht veprimet e një zyrtarit drejtësisë janë kompetencë e prokurisë posaçme. Ka që të thoja. Okej. Megjithëse çështja tashmë është në prokurori Tiranës, Zhdima. Unë do të merr fare me këtë aspekt sepse do të hetohet, po unë do të merr vetëm te rasti i vulgariteta ajo e Tiranës. Gjykatës e cila i tha ti të avokatit kur po mbronte me kaq shumë dashuri klientin e tij në aspektin profesional flas, duke e mbrojtur e duke i treguar gjykatës që në një mas sigurie ti nuk mund të pranosh çdo fakt ose çdo rrethan që të sjell prokurori dhe nuk përputhet me realitetin, ajo i thot fjalinë e famshme o do ta qepësh ose do të përzej për jashtë edhe do të zëvendësoj me një avokat tjetër. Pra, në atë moment, ajo gjykatëse
ka cenuar prezumimin e pafajësisë ndaj atit klientit që kishte avokati, një, ka shembur atë që ne të gjithë presim reformën e famshme në drejtësi që është pa drejtësi, dhe pothuajse e njëjta ngjarje ka ndodhur edhe në SPAK, ku prokurori SPAK-ut ka shar një avokat idiot. Por puna është kjo, që avokati bënte lavazh SPAK-ut, s'doli të thoshte që ato janë prokuror të këshime nivel të ullët, se i bënte lavazh avokati, dhe këto gjëra janë që na çojnë ne në një situatë kaq shumë të keqe për profesionin ton. Zotëri, nuk jemi të gjithë të korruptuar, nuk jemi të gjithë sekser, edhe nuk do të bëhemi kurrë si sekser ndaj atyre të cilët senojnë të drejtat e lirisë të njerëzit. Krye. Faleminderit. Pra, do të thotë që ata të cilët duke thënë. Po jo, nuk kam lidhje unë me se të bëjmë sekser, pse do të bëjmë sekser unë? Pjesë e njerëzve që janë pa pajtueshmëri me ligjin. Jo, unë nuk bëm kurrë sekser për hallin tim, jo më të bëjmë hallin e tjetër që vjen në zyrë. Jo, ta them edhe sinqeritet. Edhe sinqeritet. Nuk e bëj këtë gjë edhe për hallin tim, jo më për hallin e tjetër. Atë dëgjoj edhe një fjali të fundit për këtë çështje këtu, sepse këtu dole tek neve. Deri para pak ishte tek skena e të vras të pres. Flasim me ton të lartë. Avokat, ne ti e di që tu skenë krimi ti trajton të gjitha, krimin, drejtësinë, ligjin. Po mi pa, me që se dole të skena jo, na le ta themi një fjali më shumë. Patjetër. Milës kam kënaqësinë ta dëgjoj. Atëherë, tu nuk është qëndron thjesht problemi të ajo që ndodhi. Problemi që ndodhi tek ajo që erdhi. Ti sot je e mërkur. Historia ka ndodhur ditën e shtunë. Iku e diela, e hënë e martë e mërkur, ti ke 3 ditë. As KLP, as KLG, as ILD nuk ka dalë në mënyrë absolute me një reagim. Kjo është e turpshme. Nuk kemi çfarë emri ti vesh. 1. E dyta, ka KLG-ja nga një anë dhe KLP-ja nga ana tjetër, gjën kryesore që duhet të bënte është minimalisht pezullonte gjykatësin, prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore. E pezullonte, unë nuk po i çej një gjotim. E bën prit pyetje, e bën këtë pezullim mbi bazën e asaj se çfarë dëgjoj apo kryet një hetim? Ja ta shpjegoj atë. Më shpjegove këtë. Në momenti kur ditën e hënë prokuroria e Elbasanit e nxorri nga burgu avokatin, duke thënë që këtu s'ka vepër penale fare, pra ky nuk duhet, ne s'duhet ta çojmë as në gjykat, se nuk u shkoi çështja për masivitet. Se nuk u çu. Se nuk u çuan masë. Se aty do ishin degeneru fare. Se aty do fiks, nuk u çua fare. Këtu s'ka vepër penale. Atëherë ka 2 gjëra. Përderisa ti thua që nuk ka vepër penale, zotëri i nderuar, prokurorin që e ke aty, pse nuk e pezullon? Se ti vetë po thua që ajo që ndodhi s'ka vepër penale. Tani prokurorin, pse nuk e pezullon? Unë nuk po them ta heqësh nga puna, ta varësh. Ka shpjegim kjo apo thjesht është kështu ndërtua kjo reformë, kështu kemi arritur të pikë? Ore, nuk shikoj ligji, janë njerëzit, janë edhe njerëz. Ligji është bërë një lloj për të gjithë. Dëshira për ta zbatuar ligjin është sipas dëshirës time. Tani dhe unë po ta them. Jo. Po mirë më jap shmenduri pastaj. Unë lodha sot. Më dëgjon deri në fund një fjalin kur i flas më vonë. Duhet të OPG-ja, sepse ka ndaluar një avokat. Nuk ndalohet avokati më zotërin e nderuar. Sepse ne na mbron ligji, më shumë se sa qytetarin. Po, sepse jemi në konflikt gjithmonë. Dhe nuk ndalohet me indicie nga OPG-ja. Kush është OPG-ja? OPG-ja ka vetëm një të drejtë ligjore të ndalojë dikë, cilin do qytetar në Republikën e Shqipërisë me indicie. Kur e shikon duke kryer veprën penale dhe nuk ka mundësi që ta lajmëron atë sekond prokurorin për ta arrestuar. E bën vetë. Është banja 5 orë aty në komisariat. Vetëm atëherë. Okej. Po jo kur ngjaja kishte ndodhur ditën e premte dhe këta e arrestojnë ditën e shtunë. Mas dite. Pra 24 orë më vonë. Me indicie. Vetëm nëse ai do të kishte dhënë ndonjë deklarim avokati, bëhet kjo në deklarim që e fajson veten aty. Po, që nuk edhe aty nuk i komunikohet pa prezencën e një avokati tjetër. Edhe tjetra, nuk ndodh më që të vishe të marrësh ti telefonin tim në Tiranë. Unë jam i dhomës avokatisë Tiranë, në qoftë se nuk ka është aty Maksim Axhia, kryetari i dhomës avokatisë Tiranë. Deri në këtë pikë jeni të mbrojtur. Kaqi. Okej. Në Elbasan do të ishte Demir Çiftja, kryetari i dhomës avokatisë. Kryetari i dhomës avokatisë Elbasanit duhet të ishte aty dhe atëherë është duke pasur indicie të forta se telefoni do të ishte vepër, do kishte krim. Dhe të gjitha këto, për mendimin tim, telefoni ti u mor, nuk ka një proces verbal, a është bërë këqyrje. Po fare, e kanë kthyer sot në Tiranë. Po çfarë ke bërë gjatë kësaj kohe? Po mima un kam gjithë drejtën e Zotit, po të ma kishin marrë. Mua unë do t'i heqja jo në gjyq tani se do i them unë ka aty kam fotot e kalamajve të mi. E qartë. Po. Fotot intime. Po, çfarë do lloj më gjëra personale që i kam unë në telefonin tim.
Ku është e drejta, ku është mbajtje bllokuar? Po çfarë mati Martin të nxjerr tani, kush je ti më? Dhe ajo për të cilën po duhet të flasë një herë tjetër ta kuptoj njerëzit. Ajo si prokuria e Fratë. Si është e mundur më prokuria që kryetari i KLG-s, zoti Ilir Rusi, kryetaria e KLP-s, Mirela Bogdani, nuk dalin, nuk kanë guximin, ishte dje në komisionin dhe do ta shikojmë ne ta hetojmë çështjen. Po s'ke turp? Okej, avokat, besoj të lam ti thoje gjithë ato çfarë patë për thënë, ndoshta më pak vështirësi, ka shumë për thënë, Leonard Garaj ka gjithmonë shumë për thënë. Një çështje tjetër për cilën ne do të besoj Zhllima u krye me këtë. Jo, unë kam thënë te ky, jemi te Kushtetuta 1976 ku bën pjesë SPAK-u, sipas në 104 të kësaj kushtetute ku mbi të gjitha është prokuroria, si ajo e zakonshme dhe ajo e posaçme. Okej, faleminderit Zhlima.